Horoskopi ditor, e diel, 5 prill 2026. Dashi. Natyra juaj dinamike është rritur sot, ndërsa Marsi rreshtohet me Merkurin në shenjën tuaj. Keni një mundësi unike për të artikuluar vizionin tuaj dhe për të frymëzuar ata përreth jush. Kjo është një ditë ideale për angazhime profesionale, idetë tuaja do të fitojnë terren. Megjithatë, mos harroni të jeni të vetëdijshëm se sa të vendosur jeni në diskutime, pasi vetbesimi i tepërt mund të keq interpretohet. Jeta juaj dashurore mund të përfitojë nga kjo nxitje komunikuese, duke lejuar shkëmbime të përzemërta me partnerin tuaj. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush që stimulon intelektualisht. Është një ditë e mirë edhe për aktivitete fizike, kanalizoni energjinë tuaj të pakufishme në një rutinë të re fitnesi. Balancimi i dinamizmit me durimin do t'i shndërrojë vendimet impulsive në plane të zbatueshme. Projektet krijuese do të përfitojnë nga energjia e kësaj dite, duke siguruar shkëndijën për të vënë gjërat në lëvizje. Mos harroni se të dëgjuarit është po aq i fuqishëm sa të folurit sot, angazhohuni plotësisht me të tjerët për rezultatet më të mira. Demi. Sot e gjeni veten në një gjendje reflektuese, pasi Venusi hedh një dritë të butë mbi çështjet personale dhe financiare. Është një ditë për të vlerësuar burimet tuaja, si materiale ashtu edhe emocionale. Mundësitë për të përmirësuar situatën tuaj financiare mund të lindin nga burime të papritura, prandaj qëndroni vigjilent për sipërmarrje të reja. Emocionalisht, rilidhja me një mik të vjetër mund të sjellë ngushëllim dhe një ndjenjë stabiliteti. Në marrëdhënie, shfaqja e cenueshmërisë mund të thellojë lidhjet tuaja, megjithse në fillim mund të duket e rrezikshme. Profesionalisht, është një ditë e shkëlqyer për të vendosur një bazë të fortë për projektet e ardhshme. Shmangni vendimet e nxituara, durimi është qelësi në arritjen e rezultateve të qëndrueshme. Angazhohuni në praktikat e kujdesit për veten për të ruajtur një ekuilibër emocional, yoga ose meditimi mund të jenë veçanërisht të qëndrueshëm. Kreativiteti rrjedh lehtë, prandaj kanalizojeni atë në projekte shtëpiake ose hobi. Ruani fleksibilitetin dhe përshtatshmërinë për të lundruar në surprizat e sotme. Besojini instinkteve tuaja, ato nuk do t'ju çojnë në rrugë të gabuar. Binjakët. Instinktet tuaja shoqërore janë të theksuara sot dhe mund të tërhiqeni nga aktivitetet dhe bashkëpunimet në grup. Me hënën që ndriçon sektorin tuaj të komunikimit, është një ditë e shkëlqyer për rrjedhëzim dhe ndarje idesh. Keni një talent për të bashkuar njerëzit, prandaj mos hezitoni të udhëhiqni projekte komunitare ose pune. Kreativiteti juaj është në kulmin e tij, duke e bërë atë një ditë të mirë për seanca idesh ose ndjekje artistike. Në marrëdhënie, sharmi juaj shkëlqen. Nëse jeni beqar, mund të tërhiqni diçka që vlerëson zgjuarsinë dhe intelektin tuaj. Sidoqoftë, keni kujdes që të mos e teproni me veten. Kujdesi për veten dhe vendosja e kufive janë thelbësore për të ruajtur nivelet e energjisë. Financiarisht, merrni në konsiderat rishikimin e buxheteve dhe planeve tuaja të ardhshme. Kërkoni një ekuilibër midis punës dhe argëtimit, të dyja janë po aq të dobishme sot. Mos harroni se e qeshura dhe biseda e mirë mund të ngrenë moralin dhe të ofrojnë perspektiva të reja. Përqafojeni ndryshimin me krah hapur, binjak. Gaforja. Intuita juaj është e saktë sot, duke ju udhëhequr përmes peizazhit emocional. Hëna në shenjën tuaj rrit ndjeshmërinë dhe empatinë tuaj, duke e bërë atë një kohë të përsosur për të zhytur në çështjet personale dhe për t'u lidhur me të dashurit. Është një moment i përshtatshëm për të shprehur ndjenjat tuaja, duke nxitur lidhje më të thella. Ndër veprimet profesionale gjithashtu mund të përfitojnë nga qasja juaj intuitive, pasi të kuptuarit e nevojave të pashprehura të kolegëve mund të çojnë në bashkëpunime të frytshme. Financiarisht, është një ditë e mirë për të shqyrtuar investimet ose planet e kursimit. Mund të merrni këshilla nga dikush që i besoni, duke hedhur dritë mbi një sipërmarrje të re. Në aspektin krijues, lëreni imagjinatën tuaj të ende të lirë, shënimi i ëndrave ose shkrimi mund të jetë veçanërisht i dobishëm. Kushtojini vëmendje shtesë kujdesit për veten, ushqimi dhe pushimi do të mbështesin rezervuaret tuaj emocional. Mos harroni, natyra juaj e kujdesshme është forca juaj, por sigurohuni që nuk po merrni përsipër më shumë se sa mund të përballoni. Besojini instinkteve tuaja të mprehta për t'ju udhëhequr. Luani. Sot ka të bëjë me balancimin e energjisë suaj të gjallë me vetanalizën, ndërsa dielli harmonizohet me hënën. Ky rreshtim ndihmon në përqendrimin e talenteve tuaja si drejt ndjekjeve individuale ashtu edhe drejt përpjekjeve bashkëpunuese.
Karizma juaj tërheq njerëzit duke I bërë projektet në grup veçanërisht të suksesshme tani. Ndani vizionin tuaj dhe frymëzoni ata përreth jush, por mos harroni të dëgjoni reagimet. Kjo dinamik jo vetëm që do t'ju ndihmojë në vendin e punës, por edhe do të përmirësojë marrëdhëniet personale. Profesionalisht, mos u shmangni nga rolet udhëheqëse, pasi idetë tuaja shkëlqejnë. Takimet romantike ka të ngjarë të ndihen më intensive, duke ftuar lidhje më të thella. Financiarisht, është e mençur të vlerësoni planet aktuale për stabilitet. Kreativiteti juaj është I rritur, perfekt për projekte artistike ose për të marrë me çështje të pasgjidhura. Ndërsa angazhoheni me të tjerët, jepni përparësi reflektimit, balanconi veprimin me meditimin për rezultatet më të mira. Përqafoni mundësitë për të mësuar dhe për të rritur nga çdo bashkëveprim. Shijoni këtë ditë harmonike ku përpjekjet tuaja gjejnë fryte. Virgjëresha. Sot sjell një fokus në efikasitet dhe produktivitet falë ndikimit të Merkurit. Me aftësitë tuaja të mprehta analitike të mprehta, jeni të pajisur mirë për të përballuar detyra komplekse. Megjithatë, keni kujdes nga perfeksionizmi, mos harroni se bashkëpunimi mund të çojë në inovacione të papritura. Është një ditë e mirë për organizimin e hapësirave fizike dhe planeve. Përpjekjet profesionale do të përfitojnë nga qartësia dhe vëmendja juaj ndaj detajeve. Në marrëdhënie, komunikimi është çelësi, shprehni nevojat tuaja qartë për të shmangur keqkuptimet. Financiarisht, merrni kohë për të rishikuar buxhetet dhe për të marrë në konsiderat objektivat e kursimit. Shëndeti juaj mund të përfitojë nga një rutinë e re mirëqenieje, ndoshta një përzierje e ushtrimeve fizike dhe ndryshimeve ushqyese. Kreativiteti del në pa në skenaret e zgjidhjes së problemeve, duke ofruar zgjidhje të reja. Qëndroni të hapur ndaj informacionit të ri, I cili mund të vijë nga burime të papritura. Reflektoni mbi rritjen personale dhe përqafoni ndryshimin aty ku është e nevojshme. Sot, natyra juaj e kujdesshme është aseti juaj më I madh, lejojeni atë t'ju udhëheqë drejt suksesit dhe përmbushjes. Peshorja. Ekuilibri është tema e ditës suaj, pasi Venusi rrit sharmin tuaj shoqëror dhe nënvizon nevojën për ekuilibër. Ka të ngjarë të gjeni veten në qendër të tubimeve shoqërore ose bashkëpunimeve në punë, ku diplomacia juaj mund të zbudhë dallimet. Është një kohë e mrekullueshme për të forcuar lidhjet ekzistuese ose për të filluar lidhje të reja. Në dashuri, qartësia dhe dialogu I hapur do të nxisin besimin dhe pasurimin. Financiarisht, merrni në konsiderat vlerësimin e çdo partneriteti për përfitim të ndërsjellë dhe stabilitet. Aftësia juaj artistike është e rritur, prandaj kënaquni me aktivitete që stimulojnë shqisat tuaja, qofshin ato projekte krijuese apo thjesht duke shijuar përvoja të bukura. Profesionalisht, synoni harmoninë në përpjekjet e ekipit, duke siguruar që të gjitha zërat të dëgjohen dhe të respektohen. Ndërsa kërkoni të ruani ekuilibrin, mos e lini pas dore kujdesin për veten, gjeni momente për reflektim dhe vetmi mes kërkesave shoqërore. Sot, shfrytëzimi I aftësive tuaja natyrore të paqëruajtjes do të çojë në rezultate të dobishme. Lundroni sfidat me hir dhe intuit për rezultate optimale. Akrepi. Transformimi është I dukshëm sot, pasi Plutoni nxjerr në pa njohuritë e thella dhe rritjen personale. Ju jeni të shtyrë të eksploroni të vërtetat e fshehura dhe të përqafoni ndryshimin. Kjo mund të manifestohet në marrëdhëniet personale ku lidhjet më të thella emocionale janë të mundshme nëse jeni të gatshëm të jeni të prekshëm. Profesionalisht, këmbëngulja dhe intuita juaj ju udhëzojnë në lundrimin në projekte ose situata komplekse. Mundësitë financiare mund të kërkojnë një hap besimi, besoni gjykimit tuaj, por sigurohuni për kujdesin e duhur. Kreativiteti lulëzon kur gërmoni nën sipërfaqe, duke zhbllokuar qasje të reja në art ose strategji. Angazhohuni në aktivitete që përputhen me pasionet tuaja, duke ofruar si kënaqësi ashtu edhe përparim. Reflektoni mbi dëshirat e brendshme dhe se si ato përputhen me botën tuaj të jashtme. Nga ana shëndetësore, praktikat holistike mund të tërheqin duke nxitur ekuilibrin mendje-trup. Dita inkurajon përqafimin e ndryshimit si një rrugë drejt ripërtëritjes. Aftësia juaj për të kuptuar thellë është e fuqishme, duke ofruar si njohuri ashtu edhe transformim. Përqafoni ndryshimet e thella që ndodhin, rritja është forca juaj sot. Shigjetari. Sot ofron një udhëtim eksplorimi dhe zbulimi, ndërsa Jupiteri ndriçon rrugën tuaj. Optimizmi dhe kurioziteti juaj janë ngjitës, duke I tërhequr të tjerët të kërkojnë shpirtin tuaj aventuresk.
Është një kohë e shkëlqyer për të planifikuar udhëtime të ardhshme ose për të mësuar aftësi të reja. Profesionalisht mund të vinë mundësi që kërkojnë një mendje të hapur dhe një gatishmëri për të dalë përtej zonës suaj të rehatisë. Në marrëdhënie, energjia juaj spontane mund të sjellë momente të paharrueshme me të dashurit, duke forcuar lidhjet përmes përvojave të përbashkëta. Financiarisht, planifikimi i kujdesshëm ju ndihmon të balanconi eksplorimin me sigurinë. Kreativiteti juaj i lindur arrin kulmin, duke ofruar perspektiva të reja dhe zgjidhje inovative për problemet e vjetra. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj në aktivitete që zgjerojnë si trupin ashtu edhe mendjen, ndoshta një sport të ri ose një prizë krijuese. Dita ka të bëjë me përqafimin e potencialit të jetës, shfrytëzimin e mundësive dhe ndarjen e gëzimit tuaj me ata përreth jush. Qëndroni të hapur ndaj të panjohurës dhe lejoni shpirtin tuaj aventuresk t'ju udhëheqë në rrugën tuaj. Britsjapi. Sot është një ditë për zell dhe larg pamësi, pasi Saturni thekson disiplinën dhe planifikimin afatgjallë. Aftësitë tuaja organizative janë kritike, duke hapur rrugën për menaxhim efektiv të përgjegjësive. Profesionalisht, përqendrohuni te qëllimet strategjike dhe mos u shmangni nga pozicionet udhëheqëse, mençuria juaj vlerësohet. Marrëdhëniet përfitojnë nga komunikimi i sinqertë, duke ndërtuar besim përmes transparencës. Financiarisht, rishikoni investimet ose planet e kursimit për të siguruar stabilitet. Është një ditë e favorshme për konsideratat e pronave ose pasurive të paluajtshme. Kreativiteti mund të anojë drejt zbatimeve praktike, ku zgjidhja e problemeve të përditshme ose rafinimi i sistemeve sjell kënaqësi. Ndërsa punoni drejt qëllimeve tuaja, sigurohuni që kujdesi për veten të mbetet një përparësi. Shëndeti juaj mendor dhe fizik ka nevojë për vëmendje mes agjendës suaj të ngjeshur. Mos harroni të delegoni detyrat aty ku është e mundur për të ruajtur ekuilibrin. Sot inkurajon ndjekjen e ambicieve përmes planifikimit të përpikë dhe këmbënguljes. Shfrytëzoni vendosmërinë tuaj për të hedhur një themel për suksesin e ardhshëm dhe rritjen personale. Ujori. Shpirti juaj inovativ shkëlqen sot, falë ndikimit të Uranit, duke nxitur ide të reja dhe perspektiva të freskëta. Është një ditë për të përqafuar të papriturën, duke sjellë kreativitet në zgjidhjen e problemeve në mënyra unike. Profesionalisht, kjo përshtatshmëri hap dyert për bashkëpunime dhe përparime emocionuese. Jini të hapur ndaj qasjeve jo konvencionale, mendoni jashtë kornizave tradicionale për rezultatet më të mira. Në marrëdhënie, aftësia juaj për të lidhur si individ shkëlqen, duke çuar potencialisht në mirëkuptim të ndërsjellë të papritur ose aleanca të reja. Mundësitë financiare mund të lindin nga sipërmarrje ose investime atipike, besoni intuitës suaj, por bëni kërkime të plota. Angazhohuni në aktivitete që ushqejnë kreativitetin dhe urinë tuaj intelektuale. Sa i përket shëndetit, eksploroni praktikat alternative të mirëqenies për të përmirësuar rutinën tuaj. Natyra juaj progresive i tërheq të tjerët drejt kauzës suaj, duke lejuar që bashkëpunimet të lulëzojnë. Përqafoni individualitetin tuaj sot dhe lejoni që vizioni juaj për të ardhmen t'ju udhëheqë në rrugën tuaj. Prisni surpriza dhe lejoni që natyra juaj e të menduarit përpara të frymëzojë rritje dhe ndryshim. Peshqit. Dita juaj është e mbushur me imagjinat dhe empati, ndërsa Neptuni rrit natyrën tuaj intuitive. Është një kohë ideale për të eksploruar ëndrat dhe impulset tuaja krijuese, duke gjetur ngushëllim në shprehjet artistike. Në arenat profesionale, lejoni që idetë tuaja vizionare të marrin drejtimin, njohuritë tuaja unike mund të jenë thelbësore në projektet në vazhdim. Marrëdhëniet përfitojnë nga komunikimi i hapur, dëgjimi juaj empatik forcon lidhjet dhe ofron rehati. Financiarisht, besoni instinkteve tuaja, por bazojini vendimet e mëdha në kërkime. Diskutimet me një këshilltar të besuar mund të ofrojnë qartësi. Sa i përket shëndetit, kushtojini vëmendje mirëqenies suaj, duke siguruar ekuilibrin midis qetësisë mendore dhe vitalitetit fizik. Aktivitetet shpirtërore ose meditimi mund të ofrojnë bazën e nevojshme. Angazhohuni në praktika reflektuese që ushqejnë paqen tuaj të brendshme, duke nxitur kënaqësinë. Mirësia dhe dëmshuria juaj janë asetet tuaja më të mëdha sot, duke tërhequr pozitivitet. Lejoni veten të ëndërroni me guxim por realisht, duke bërë hapa drejt rezultateve të prekshme. Përqafoni energjitë dhe butat të sotme ndërsa lundroni në peizazhet personale dhe të jashtme. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë.
Për ne është një ndihmë e madhe.